Ka një thënie profetike, e cila është edhe parim dhe bazë lidhur me pyetjen tuaj. I dërguari i Zotit, paqja e bekimet e Zotit qofshin mbi të, thotë, më ka dërguar Zoti me fenë islame, e cila është fe e drejtë dhe tolerante. Dhe në momentin që përkufizimi jepet drejt për drejt nga i dërguari i Zotit, i gjithë diskutimi merr fund. Pastaj qasjet personale, të cilat lidhen herë me kulturën, herë me formimin personal, familjar, këto jo detyrimisht duhet i vishen fesë. Pra feja, burimin e saj e ka tek Kurani, e ka tek fjala profetike, dhe përsa kohë profeti i Zotit thotë, më ka dërguar Zoti me fenë e drejtë dhe tolerante, toleranca është pjesë themelore e fesë, ndërkohë që edhe po të mos ishte kjo thënie, nuk mund t'ja imponosh besimin kujt. Sepse besimi është një marrëdhënie shumë sekrete ndërmjet njerijut dhe vetvetes, ndërmjet njerijut dhe Zotit ti. Dëshiron ta dëshmoj, e dëshmon, dëshiron të manipuloj, manipulon. I njëjtë është edhe agjerimi, është një marrëdhënie shumë diskrete mes njerijut dhe Zotit. Mund t'i thuash gjithë botës që agjeron, ndërkohë që kur jenë vetmi, ha, pi edhe s'ke lidhje me agjerimin. Kështu që askush nuk mund të t'imponohet.